O bushi. Erdi ylli, erdi drita, erdi më i bukri, po bushilati. Qa ke mami, pse bërë ftyrën ashtu? A më se thua më i bukri kujt? Më i bukri im është. Ha, mi. Edhe joti. O shpirt. Në nësë, zëmrejnë nësë, o jeta ime, o i bukur i dheu, o i O nëna, si ndihesh që ja ke lyer bukën mamit, ma ke lyer mua, ja ke lyer Miki, tani po ja lyer Nola. Nonjanit, edhe një vajzës të edhe? O nëna, po që vajzë thua, moj? Po se qa do t'i djallë prap? O nëna, po unë jam me një fëmi, mund të rritë me një fëmi. Po mime mund të rishë, po mund të bërë dhe një vajzë, e t'gojtë bërë e bukur si ty. Në postimin tim të djeshëm që i bëj thirrje të gjithë njerëzve të mos hynë në krahasim, mos të ngacmohen nga imazhet e luksit që do ju serviren dhe të kuptojnë që edhe të mos kesh është shumë okay. Padyshim që nuk munguan edhe sulme personale ndaj meje që ti thua diçka që vetë nuk e bën, sepse pikë së pari po i jep një makinë të shtrenjtë. Makina ime nuk është e shtrenjtë, makinën unë e kam të përdorur dhe e kam marrë më shumë sepse është e sigurt, jo sepse është luksoze. Unë nuk bëj një jetë luksoze dhe nuk më tërheq fare luksi, fare, as nuk më mbush as një gjë. Megjithatë, unë nuk promovova varfërin në postimin tim. Unë nuk thash që rini të varfër njerëz, mos përpiqni të arrini asgjë në jetë. Unë thash që është shumë okay të mos kesh, sepse edhe kur të kesh, nuk është se do jesh më i lumtur. Okej, Margit është bërë gati për dalë me mamën. Mama na shpjego pak si e veshur sot. Na shpjego çka ke veshur poshtë, unë mërzita. Hami. Ka veshur rroba banjo, shihni pak çka ka bërë. Rroba banjo, edhe rroba banjo tjera. Po mund ta di pse i ke veshur kështu, nuk e vap? Jo. Nuk kam bap. Nuk kuptoj pse vishesh kështu. Ço pak të shohim prap këtë stilin e fundit të kucve. Një çizme edhe një sandale. Ka një arsye që i vesh kështu? Hajde s'më të flas. Si që ishte me fustan tani, është me rroba banjo. Do më dhëmë si vjen turp të fëmijë. Ti kanë qa pak tezë, të tezë e këta me fustan të shkurtë.